Miq, mirë se rishihemi sërish në një tjetër natë të bekuar të muajit Ramazanit, një tjetër mundësi për të ngritur shpirtërisht, për të ngritur moralisht, po gjithashtu një tjetër mundësi për të shëruar disa plagë, disa sëmundje, të cilat her pas here na sfidojnë besimin tonë, her pas here na sfidojnë devotshmërinë tonë. Do të flasim sot për një prej sëmundjeve të zemrës, një prej sëmundjeve të së brendshme së njeriu, që është pikërisht gafleti. Do të flasim për disa shkaqe dhe disa mënyra se si të ruhemi nga gafleti, një term, pjesë e terminologjisë islame, po do të mundohemi ta përshtasim përmes shkujtesjes ose hutisë, gjëra që do të na i tregoj dhe na shpjegoj Hoxha i nderuar Hoxh Shuaib Graqevci. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vjen, Allah shpëlbej vërtetësi. Hoxh, nëse flasim për gafletin si një prej sëmundjeve që librat e shumë të dietarëve kanë trajtuar dhe duket sikur një sëmundje që nuk njeh kohë dhe vend, madje nuk njeh as status, presa jemi të rrezikuar të gjithë. Cilat janë disa nga shkaqet që na çojnë në gaflet? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po, gafleti është prej sëmundjeve shumë të rënda të zemrës. Është një sëmundje saqë dietarët kur e kanë përshkruar gafletin si definicion, kanë thënë që është largimi i zemrës nga Allahu dhul Xhelal dhe mos afrimi ndaj tij dhe gjithashtu mos bërja e veprave që e shpëton veten ditën e Kiametit. Ne mund ta përkthejmë si shkujdesje, por që nga disi pak më gjatë. Prandaj edhe nuk desha me përkthy direkt, po me dhënë një herë definicionin, po do të thonë si fjalë adekuate që në gjuhën tonë mundemi me i thonë është shkujdesje ose pakujdesi ndaj asaj që Allahu dhul Xhelal e ka urdhëruar, ndaj asaj që njeriu mundet me ato vepra ta fitojë xhenetin. Sa i përket si shkaqe, do të thonë që është të gafletit, janë disa. Mirë po, inshallah, të mundohemi të përmendim disa prej tyre. Ajo që më së shumti njeriu e largon edhe bën gafil, e bën të pakujdesshëm në jetën e tij, është mosnjohja e Allahut Azza wa Jall. Mosnjohja e se arsyes, do të thonë se Allahu dhul Xhelal e krijoi. Allah subhanahu wa taala po thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allahu dhul Xhelal nuk e krijoi xhinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, vetëm se ta adhurojnë. Do të thonë, problemi i atyre që janë në gaflet, janë në pakujdesi, nuk e din shkakun pse Allahu dhul Xhelal i sjellin këtë dunjë. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Thuaj, a janë të barabartë ata që din me këta që s'din? Do të thonë, ata që din e kanë kuptuar se qëllimi i tyre, ardha e tyre në këtë dunjë është që ta njohin Allahun Azza wa Jall, që të jenë të kujdesshëm edhe të adhurojnë atë. Kurse ata që janë të padijshëm, do shta i ka mundësi të ketë doktoratura, ka do më thonë të ketë shkallë të larta, do më thonë të shkencore, mirë po përderisa nuk mundet me arrit njohjen e Allahut Azza wa Jall edhe shkakun e krijimit, atëherë ky person sipas rregullat të fesë quhet gafil ose i pakujdesshëm. Pra ju thatë që dikush mund të ketë akumuluar njohuri të shumta, madje duke mbritur edhe nivelet doktorature, ose mund të ketë dhe po themi një personalitet që duket sikur është i vëmendshëm, por nëse nuk e ka njohur Zotin e tij dhe nëse nuk ka kuptuar qëllimin e ekzistencës së tij, ky quhet i shkujdesur, ky quhet gafil. Gafil, po, patjetër. Se do të thonë rëndësia ose qëllimi Allahu dhul Xhelal nuk na ka kriju kot. Nuk na ka kriju hajt veç bëni çfarë doni. Po është një qëllim. E këtë qëllim, do të thonë njerëzit, ashtu siç e përmendëm ajetin e Allahut Azza wa Jall, qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Do të thonë, a janë të barabartë ata që din? Do të thonë, ai i cili e ka kuptuar qëllimin e krijimit, ai do të thonë ka arrit në atë shkallën e njohurisë. Është duke njoft Allahun Azza wa Jall dhe subhanallahu është tash i vazhdueshëm në adhurime ndaj tij. Mirë po tash, ky person i cili e ka kuptuar qëllimin e krijimit, e adhuron Allahun Azza wa Jall, a ka mundësi këtë gabojë ndonjëherë? Patjetër.
patjetër se jemi njerëz. Dhe është shumë normale që njeriu të gabojë. Mirë po, është tjetra se ky që gabon din edhe si t'i qasët gabimit. Domethënë e përmirëson veten, pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, sikur një popull mos të bënin fare gabime, të adhuronin Allahun azza wa jall plotësisht, mos të bënin fare gabime, Allahu dhul xhelal do t'i merrte këtë popull, do ta sillte një popull tjetër, të cilët bëjnë mëkate, mirë po mas mëkateve e tyre kërkojnë falje te Allahu azza wa jall, pendohen te Allahu subhanahu wa taala. Domethënë pra vedisohen, kthehet tek ky burim i madh. Gabimi është i natyrshëm, se kemi armiq të shumë të kemi. E një prej armiqve kryesor e kemi shejtanin e mallkuar, i cili çmos bën ai që të na devijojnë rrugën e Allahut azza wa jall dhe mundohet që të na fut neve në gaflet, të na fut neve domethënë në shkujdesje që t'i largohemi marifet, t'i largohemi domethënë njohurisë që të mos ta njohim Allahun azza wa jall ashtu siç duhet. Pra ju përmendët se është ky gafleti i madh, ose nëse i ndajmë në dy kategori të mëdha njerëzit, në ata njerëz që nuk e njohin qëllimin e ekzistencës, nuk e njohin Zotin e tyre, dhe ata të cilët janë besimtarë dhe në parime pranojnë këtë. Po dhe brenda besimtarëve, ju po thoni, mund të na ndodh her pas here që të përfshihemi nga gafleti, nga hutia, duke u përfshirë në rutinën e gjërave që ndoshta përballë kësaj nuk ka vlerë. Shumë e vërtet. Shumë vërtet, do të thotë se thash edhe një herë, jemi njerëz. Edhe këta Allahu dhul xhelal e kërkon prej neve. Do të thonë, edhe pse gabon, ktheu te Allahu. Ktheu te Allahu azza wa jall, se Allahu dhul xhelal e pranon pendimin, se pejgamberi alayhis salatu wasalam në një hadith tjetër po thotë, Allahu dhul xhelal hidhrohet ndaj atyre të cilët nuk kërkojnë falje, ndaj atyre që nuk e lutin Allahun azza wa jall. Hidhrohet. Subhanallah. Allahu shumë po e dëshiron këtë prej neve, që t'i kthehemi atij, mos bëhemi arrogant, mos bëhemi me ndjenjë mdhënj, mos bëhemi domethënë vetë pëlqyes. Allahu dhul xhelal në surën Zumar çfarë po thotë? Wa idh massa al-insana durrun da'a rabbahu muniban ilayh. Thumma idha khawwalahu ni'matan minhu. Që domethënë, dhe kur njeriu e godet ndonjë e keqe, wa idha massa al-insana durr, kur e godet njeriu ndonjë e keqe, da'a rabbahu, kërkon prej Allahut azza wa jall. Thumma idha khawwalahu ni'matan, edhe kur Allahu dhul xhelal këtë doja pranon edhe i kthehen nimetet, i kthehen mirësitë i personit, qala inna ma utituhu ala ilm. Kjo që e bona është prej meje, nuk është prej Zotit. Domethënë, çfarë po bën ky person? Domethënë, kur po është në zor, po kërkon Allahun, mirë po kur është i lirë, domethënë çdo gjë është në rregull, atëherë veten po e ngrit, edhe po harron se atë që është tani e pat prej Zotit. Pra kjo sëmundje më tepër na kap kur jemi të begatuar, kur jemi po themi me pasuri, me siguri, sesa kur jemi në vështirësi. Pra në këto situata do të jemi dyfish me të kujdesshëm ndoshta. Prandaj edhe kemi rregulla, domethënë është rregull që thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, lutu në mirëqenie që Allahu dhul xhelal të përgjigjet kur kesh nevojë. Lutu atëherë, domethënë kur s'ki ti nevojë fare, lutu Allahun, lidhu me Zotin, ti jesh afër Zotit, që tani kur të kesh ti nevojë, Allahu dhul xhelal do ta gjesh aty. Sa tash vetëm ke arrit domethënë me arrit domethënë afërsinë me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj në atë hadithin kutsi sa bukur e thot Allahu azza wa jall. Hadithi që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thënë Allahu dhul xhelal, sa hadithi kutsi është i tillë. O ma yazalu abdi, dhe sa është i vazhdueshëm robi jam me vepra të pëlqyme hatta uhibbahu. Edhe ai është i vazhdueshëm me vepra të mira, me vepra vullnetare, derisa unë ta duate. Se veprat nuk kuptojnë një lloj vëmendje ndaj personit raport me Zotin, pra me vepra të mira sepse kujton Zotin dhe synon prej tij. Po, se kjo është vepra vullnetare, do të thonë ti e don Zotin edhe bën vullnetare. Ndaj Allahut, nuk i bën vetëm ato që i obligative, po i bën edhe këto vullnetare. Mirë po, shpërblimi i kësaj ku është? Do të thonë sa më shumë që jeti i vazhdueshëm këto vepra të mira, derisa Allahu dhul xhelal ty do ta shkruan emrin për njerëzit që të don. Po tash çfarë ndodh kur të don Allahu azza wa jall? Do të jetë shikimi yt i cili sheh, dëgjimi yt i cili dëgjon, dora jote që prek, kama jote që shkon, edhe në fund çfarë thot? Wa idha sa'alani la ujibanna. Edhe kur të më kërkon diçka,
do t'i përgjigjna me njëherë. Dhe kur të lutet për diçka, do t'i përgjigjna me njëherë. Edhe frymëzon nga dëgjimi dhe shikimi i dobishëm, por dhe i përgjigjet kërkesave dhe lutjeve patjetër. Domethënë kjo është mirësia e këtyre, domethënë që e kuptojnë, në dallim me këtë që nuk e kupton mirësinë e Allahut ose nuk e njeh fare Allahun. Prandaj ky ajet është shumë i bukur. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabarta që e dinë edhe këta që s'dinë? E shef, domethënë ky që din, shifet çfarë bën. Po ky që s'din është në gaflet. Është në shkujdesje, është domethënë nuk po din se si të gjendet. Po tash problemi tjetër, si shkak tjetër i gafletit është njeriu zhytet në mëkate. Aq shumë zhytet në mëkate, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, njeriu kur të zhytet në mëkate, i vendoset nga një pikë e zezë në zemrën e tij. Edhe sa më shumë që është i vazhdueshëm në mëkate, aq më shumë pika të zeza i bëjnë në zemrën e tij. Nëse i kthehet Allahut edhe pendohet, Allahu dhul xhelal e pastron zemrën e tij. Nëse nuk kërkon falje, nuk bën istighfar te Allahu azza wa xal, atëherë zemra e tij do të bëhet e tërë e zezë. E kur bëhet e zezë, atëherë me të vërtet nuk ka mundësi ky person me njoft Allahun. Një zemër e cila është e mbushur me mëkate, edhe nuk i kujtohet që të bën ibadet, nuk i kujtohet që t'i kthehet Allahut azza wa xal, domethënë kjo është zemër jashtëzakonisht e shkujdesur. Pra ndryshe nga modeli i mëhershëm që ju përmendët, syri i këtij tashmë është i shkujdesur, dëgjimi i tij është i shkujdesur, veprimet, qëndrimet e tij, sjelljet e tij janë tërësisht të shkujdesura. Ndërkohë duket se thelbi i këndelljes, i vetdijes, të asaj që ju përmendët, është meditimi. Pra, nëse meditojmë rreth asaj që na ndodh, rreth asaj që është krijuar, duke sigur kjo na ndihmon që të mos bijmë në gaflet. Si ndikon përditshmëria, dynjaja në dobësimin e meditimit dhe sa e rëndësishme është meditimi në këtë rast? Meditimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Allahu dhul xhelal sa bukur e ka thënë në një ajet në surën Hashr, ja ayyuhalladhina amanu, ju drejtohet besimtarëve, dhe thotë ja ayyuhalladhina amanu Taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. O ju besimtar, keni frikë Allahun dhe mendoni se çfarë po përgatitni për ditën e nesërme. Kur është këtë ditë e nesërme? Qëllimi është për ahiretin. Çfarë po përgatitni për atë ditë? Wattaqullah, pra po të keni frikë Allahun. Dy herë në një ajet, dy herë përmend keni frikë Allahun. Domethënë kaq është e rëndësishme. Inna Allah e khabirun bima ta'malun. Allahu është i gjithdijshëm për çdo lëvizje që ju e bëni, Allah e din. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dhe mos u bëni pria sikur ata të cilët e harruan Allahun azza wa xal dhe e harruan vetveten e tyre. E këta kush janë? Janë fasikun. Kush është fasik? Personi i cili është i shkujdesur. Personi i cili domethënë është i mbushur me mëkate, nuk e ka problem domethënë mëkatin. Kjo është domethënë problemi i këtyre që janë gafila ose këtyre që janë të shkujdesur. Se domethënë e bën mëkatin, mirë po nuk e ka problem fare që e ka bën mëkatin. Bile përkundrazi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më e rrezikshme Allahu dhul xhelal i fal gjitha mëkatet të umetit. Umeti Muhammedit alayhi salatu wasalam, Allahu dhul xhelal gjithë ja u fal mëkatet illa al mujahirun. Përveç atyre të cilët bëjnë mëkate haptas. Ose që e ka cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, thot bën mëkate gjatë natës, Allahu mundohet mi janë mbulu këto mëkate, mirë po ai të nesërmën del dhe ju tregon njerëzve ja se çfarë kanë bënë dje natën. Edhe të kundërtën. Ato çfarë ka bërë ditën e shfaqat gjatë natës. E vetëm që është gaflet gjatë momentit që e bën të keqen, po gaflet është pastaj edhe kur e shfaq këtë dhe publikon gafleti dy fish në informim. Kjo është hala më e rrezikshme. Prandaj çfarë tha Allah, wala takunu kalladhina nasullah, këta persona kanë harruar Allahun komplet. Domethënë ata as që ju bjen ndërmend që të kthejnë Allahut ose që të kërkojnë falje te Allahu subhanahu wa taala. Nëse marrim një ekuivalencë kësaj që thatë, a janë rrjetet sociale një mundësi ku ne shpesh po themi veprimet jo të këndshme i publikojmë, a është dyfish po themi gjuna ose e keqja kur i bëjmë pjesë pasaj të publikut gjërat që nuk duhen bërë, më pas dhe i publikojmë? Rrjetet sociale është problemi
do më thonë në këtë kohën tani që jemi duke jetu kohën bashkëkohore, me të vërtet është një problem shumë i madh. Edhe në shumicën e rasteve njerëzit më shumë të që po ngecin edhe po mbesin mrapa, do më thonë edhe që është një mënyrë edhe si shkak i gafletit, është edhe kjo subhanallahu mediat, se siç e ka thënë një dietar, kur e kanë pyet për internetin, për këto gjëra, do më thonë mediat, ka thonë kjo është sikurse gota. Mediatën ose interneti ose këto që i thonë TikTok, rrjetet sociale në përgjithësi, është sikurse gota. Gota a është ndaluar, gota nuk është ndaluar. Mirë, por nëse e mbushim me alkool, bëhet e ndaluar. Por nëse e mbushim me ujë, atëherë është e lejuar. Edhe këtu rrjetet sociale si po i përdorim. Del për shembull dikush, ai vend që me mbulu veten se ka shkuar në deti ose ku diun, ai edhe çet foton edhe krenohet me ato foto ashtu në atë mënyrë se siç dalin atje, edhe nxjerr atje në Facebook, edhe gjithë ato tani që është edhe më e keqja, pastaj i sheh në mesin e këtyre njerëzve, subhanallahu që kanë filluar me u hidhuru me njëri tjetrin. Pse nuk na ke bëti një like? Pse s'ma ke bë like, unë dola me familje atje, ose isha me një restoran kështu, ose atje dhe s'ma ke bëti mu like, edhe fillon subhanallahu me pasën problem tash në shoqëri. Pra, duke sigur gafleti pastaj ndikon dhe në sëmundje të tjera. Dhe një prej aspekteve ku mendohet se ndikon gafleti është dhe smira dhe xhelozia dhe paragjykimi. Sepse në vend që ta shohim botën nga ai qëllim madhor, ku Zoti na ka krijuar për ta adhuruar atë, e shohim botën duke parë xhepat dhe pozitat dhe pasuritë e njëri tjetrit. Si të ruhemi nga gafleti në këto situata? Po, së pari, problemi ku është? Neve subhanallahu, unë nëse nuk mundem me arrit atë çfarë ka arriti, pse duhet kem zilion? Unë përkundrazi duhet jem krenar, duhet me një mënyrë të jem shumë i lumtur që ka arrit. Se unë e di shumë mirë, përderisa të kam edhe të llogariti si vëlla, të llogariti do me thonë si dashamir, si shok të mirë, unë e di shumë mirë se jeta islame është e tillë. Këtë jetë na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Muhaxhirin çfarë bënën? Kur shkon prej Mekës në Medinë, Medinas ja u hapën edhe dyert e shtëpive tyre. Atë shtëpi që e kishin e ndajtën për gjysmë. Tha, kjo është dhoma jote, kjo është dhoma ime. Kjo është pasuria jem, kjo është pjesë, është e jotja, kjo është e jemja. Do të thonë, më u kënaqë edhe pse ti ke. Se e di që nëse unë ngeci dikun, e di që ku e trokasën e derën. Edhe të kundërtën. Po zilia pse ndodh se janë shkaqe do të thonë të rrethi e bën do të thonë të vetën, se njerëzit fillojnë shefe ky ishit bashk, ky eci përpara ti ngece, do të thonë prej trysnive të fjalëve të njerëzve, fillojnë pastaj edhe problemet që me ardh deri te urrëtia ose deri te dashakeqësia ndaj njëri tjetrit, te paragjykimet. Pastaj unë vend që të gëzohem, çfarë bëj? Paragjykoj edhe them, po ku më ditë se si ka fitu ky lekt, ku e di se si me çfarë punë është marr, sonë tash s'ka mujt më u bë si ti, tash unë tash duhet me të paragjyku. Kjo është gabimi më i madh që mundet më u bë. Ose s'paku në vend që të fokusohemi tek puna jonë, të shtojmë ndoshta mundësitë dhe benefite për veten. Merremi me punën dhe me të tjetër, dhe të tjerët. E kjo si shkak, do të thonë, që mundemi me cek edhe te kjo te gafleti, është edhe shoqëria keqe. Sa shef shoqëria keqe subhanallahu, këta të nxitin që ta urresh atë që s'duhet të urrehet. Pra hapja paragjykimeve, fjalëve. Po pra, se kur të rinë do me thonë me ata që miren me thashe theme, që miren me përgojime, edhe ti do të smuresh, edhe ti do fillosh të ta përgojesh dika, edhe ti do fillosh të miresh me thashe theme të njerëzve se çfarë kanë bërë, çfarë kanë ndodhur. Edhe ti patjetër se me këtë rri ashtu edhe bëhesh. Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me ata çfarë i don, me ata do të ringjallesh. Sa bukur, do me thonë atë, me ata që rrin, me ata do të ringjallesh. Nëse shoqëria jote e keqe, me ata do të ringjallesh. Nëse shoqëria jote e mirë, e bukur, me ta do të ringjallesh. Siç është ai rasti që i tha pejgamberit alayhis salatu wassalam, e pyeti pejgamberin, çka don prej me, çka kërkon prej me? Thoi, dërguami Allah, du me qenë afër te në ditën e Kiametit. Kishte dëshira e shokut pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mirë, po çfarë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? I tha, al-akhillau ma'a man ahab. Dashamirët, njerëzit që dojnë njerëzit, do të ringjallen me ata që e dojnë. E në qofë se hini që me të vërtet e doni pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allah me ta ka më ringjall. Edhe s'ka fije dyshimi.
Ndërkohë shpesh në librat e dietarëve, në trajtimet e hoxhallarëve ju përmendni një element të rëndësishëm që është distanca e duhur mes robit dhe dynjas. Pra, as nuk kërkohet një asketizëm dhe murgjëri totale, as nuk kërkohet një shfrenim. Synohet dhe duhet një distancë konkrete. Çfarë nuk kupton kjo distancë dhe cilat duhet të jetë, po themi, cilat duhet të jetë koordinatat që duhet të ruaj individi në raport me dynjan? Te kjo pyetje më shumë e shoh domethënë distancën mes njeriut edhe dunjas. Nuk është problemi sa është distanca. A është 10 km, 500 km, nuk është kjo. Po problemi është se ti sa e ke hap këtë zemrën tënde edhe ke futur në zemrën tënde dunjan. Pra është relative, nuk është fikse për të gjithë. Gjithsecili duhet ditë tani ku e ka koordinatën e duhur. Kjo është, domethënë, esenca është se ti sa e ke pranuar në zemrën tënde dunjan. A nuk ishte dunjaja e ëmbël, siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, edhe e tërheqse, a nuk ishte edhe në kohën e tij? A nuk ishte edhe në kohën e njerëzve, domethënë si puna e Harun ar-Rashidit, i cili kur e ndërtoi atë pallatin shumë të madh, që nuk mbahet mend në atë kohë që është bën një pallat kaq i madh për halife, erdhën tjetë poetët e asaj kohë edhe filluan me thurr lloj që i thojmë poezish, duke e lavdu Harun ar-Rashidin se çfarë pune të madhe ka bë, çfarë pallati të bukur ka bë. Derisa i vjen radha e Bulatihe, i thot, po ti thot nuk na the asnjë poezi. Edhe ai fillon, e thot një poezi, thot jeto sa të dush në këtë pallat, s'është poezia pak e gjatë, po në fund i thot mirë po mos harro se kjo mundet me të bë gafil, të pakujdesshëm ndaj asaj që ka na pret ditën e Kiametit. Harun ar-Rashidi fillon me kajt. Tash aty të pranishmit i drejtohen Ebul Atihes, i thonë, po çfarë ndodhi, pse e theti këtë? Pra në ditën e festës e hidhrove. Po, e hidhrove. Mirë po halifja tha, lene se wallahi tha ishim në gaflet. E ky na i hapi syt. Do të thonë ishim në kënaqësi se ja shif se çfarë kemi bë, edhe fillu me dashuru me këtë punë të cilën e kemi bë, edhe e harrum botën tjetër që duhet atë ta ndërtojmë. Lene tha se ky tha shumë mirë tha veproj. Na kujtoi neve se wallahi ishim në gaflet. Sa bukur subhanallahu. Do të thonë edhe pse je kryetar, edhe pse je me atë pozit, po duhet me kujtu. Duhet me kujtu se duhet të jetojmë edhe ta ndërtojmë botën tjetër. Ndërkohë ju përmendët disa shkaqe, nëse po mundem të përmbledh, përmendet për shkaqet të gafletit të shejtani, i cili shpesh e cyt dhe e nxit njeriu drejt gafletit, është shoqëria e keqe, është dhe shpesh komoditeti apo kur njeriu zotëron pushtet, siguri dhe mirëqenie të lartë. A ka shkaqe të tjera që ndikojnë te gafleti i njeriu? Po kemi shkaqe të shumta. Do të thonë ashtu siç e përmend, do të thonë edhe mëkatet e vazhdueshme, pastaj harresa. Do të thonë harrojmë se duhet që të jemi do të thonë dëvëmendshëm ndaj asaj çfarë na ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Po te kjo nuk po duhet dhe shumë me u qas, se nganjëherë kur të përmendet sëmundja, shumë herë edhe është e rrugës që të përmendet ilaçi. Ilaçi do të thonë se si të shërohen këto sëmundje, se sëmundja po më e rrezikshmja që unë e shoh, e që është në këtë kohën tani që po jetojmë, është do të thonë puna e internetit, puna e rrjeteve sociale, TikTok, Facebook, Instagram, gjana do të thonë që subhanallahu këtu po çalojmë jashtëzakonisht shumë. Aq shumë çalojmë te këto, saqë subhanallahu ndonjëherë jemi aq shumë të pakujdesshëm, saqë ndoshta ka raste që neve si hoxhallar që jemi, neve edhe pyetje ka ndodhur që na e kanë bë, çfarë bëjmë me namazet cilat na kanë ikë se imi kanë të habitun në Instagram, shembull, dikush më tha, ose ai tjetri thotë isha në TikTok duke biseduar me dikë për fe, po edhe miku namazi. I parasysh, do të thonë është gjë shumë e keqe. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thotë, ai i cili i ruan 5 kohë të namazit, kur thotë i ruan, do të thonë i ruan kohët vet. Kur fillon koha, edhe do të thonë është në vëmendje, e ka në mendje do të thonë që namazi ka hy, duhet patjetër fillohet të falim namazin, te Allahu dhul xhelal nuk do të jetë ky gafil, nuk është i pakujdesshëm. Pos kësaj,
Vazhdon hadithi dhe thot, ai i cili në një transmetim thot, ai i cili i lexon 100 ajete të Kur'anit gjatë natës, edhe ky nuk do të jetë Allahu prej gafilinëve. Do të thonë prej të pakujdesshmeve. Transmetimi tjetër thot, ai i cili lexon 100 ajete në namazin e natës. Ai fal 2 recate, 4 recate, 6 me rëndësi i ka lexuar 100 ajete. Gjatë namazit natës quhet minel qanitin, për njerëzve të ngritën të Allah, për njerëzve të devotshëm të Allah subhanahu wa taala. Tash, nëse bëhet shkak Instagrami, Facebooku e gjëra tjera, subhanallahu, bëhen shkak që unë ta neglizhoj namazin, di se ke hyrë te radha e njerëzve që janë ngafila. Por thoni rrjetet sociale sepse ato shpesh përfshin një kohë që nuk e vrejmë, po ndërkohë janë edhe shumë aspekte tjera në këtë logjik, siç janë kafenete shumëta, muhabetet e tepruara, nuk e di, shëtitjet e panevojshme. Pra, a është kalimi i kohës që në pamje të parë duket sikur nuk ka diçka të ndaluar në të, po e tepruar një rrugë drejt gafletit, a duhet ja nisim këtu fillimisht kurrën nga gafleti? Po në qoftë se është në rrjetet sociale, jetë e shtëpia, jenë dhomën tënde, edhe qenë ka domethënë gaflet, duke u marrë me Instagrame. Po para më ti kur ti je në kafe, edhe ti nuk bjen mend fare që thirr ezani atje në xhami dhe ti subhanallahu ndoshta nuk bjen mend fare me shku me fal namazin. Kjo është domethënë akoma më e keqe. Mirë, po sa i përket shoqërisë ose sa i përket mbledhjeve, tubimeve që neve i bëjmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe një tubim e ka lavdu shumë. Edhe ka thujt edhe ka thonë, idha marartum bi riyadil jannah fartahu. Në qoftë se kaloni në riyadul jannah, në kopshtin e xhenetit, uluni aty, rrini aty, mos kaloni. Mos bëni veç hajt kalojmë ashtu, po uluni aty. E kanë pyet çka është kjo o i dërguari i Allahut? Çka është riyadul jannah, kopshti i xhenetit? Çka është? Halaku adh-dhikr. Aty ku përmendet Allah. E falim namazin në xhami. Hoxha e mban një ligjërat mas xhamis, kjo është riyadul jannah, kopshti i xhenetit. Po e shpjegon një ajet Kur'anit, po e shpjegon një hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, po e shpjegon një çështje domethënë që duhet spjegohet, ose dikush e bën një pyetje, edhe fillon domethënë me u zgjeru ajo pyetje, se tash del edhe dikush tjetër e bën një pyetje tjetër e kështu me radhë, këto ndeja edhe i ka lavdu pejgamberi alayhis salatu wasalam, edhe i ka thujt kopshtet e xhenetit. Dallim prej asaj tjetrës e cila është në kafene, e cila rrin me orë të tëra. Edhe në fund, mas 3 ore, 4, 5, 6 ore, sa të rrinë, s'është me rëndësi, kur të pyet, po mirë, si përfundim, çfarë përfitun prej kësaj ndeje? Nuk di dikush me thonë këtë ose atë përfitun. Dhe çfarë humbëm, mund të themi se për të fituar humbëm shumë. E humbëm gjithë këtë kohë, e humbëm. Allahu do xhelan këtë kohë thuja që nuk është kujtu fare hiç. Kjo është domethënë. Po ndërkohë ne jemi në muajin e begat Ramazanit, muajin e shërimit, ku shumë kura janë më të efektshme dhe gjithashtu ku koha është më e vlefshme. Çfarë do sugjeronit në këto ditë të veçanta në funksion të shërimit nga gafleti, pasi në një farë mënyrë me ato që unë dëgjova për jush, të gjithë kemi nuanca dhe nivele të caktuara të gafletit në përditshmërinë tonë. Për zotin, kjo është një situatë jashtëzakonisht e bukur, një rast shumë i artë për gjithë besimtarë, po edhe ata që s'janë besimtarë, me u kthy në dritën e Allahut azza wa jall, me u kthy në këtë muaj të bekum, në këtë muaj të bereqetshëm, në këtë muaj të mëshirës, këtë muaj të Kur'anit. Subhanallahu, e ti kthehet Allahut azza wa jall me pendim, se nëse sot nuk din se si të pendohesh, nëse sot nuk e meriton me u mëshiru, wallahi kur s'ke me merituar ti mëshirën e Allahut. Kur muajin që cilin e ka thujt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thujt Allahu që është muaji i mëshirës, edhe ti po këtë muaj nuk din me kërku mëshirën e Allahut azza wa jall, atëherë nuk di se çka duhet të themi më shumë. Pra mund të ndodhë që edhe në këtë muaj të merremi me biseda të kota, të merremi me komente të kota, të merremi me veprime që jo thjesht janë të kota, por ndoshta në mesin e tyre ka edhe gjëra të ndaluara dhe harame, s'paku në këtë muaj të mos jemi gafil. Po pikërisht për këtë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur hypin në hutbe në 3 shkallët, në 3 herë tha amin, amin, amin. Edhe kjo ishte, domethënë për shokët e pejgamberit alayhis salatu wasallam, ishte e pakuptueshme, se nuk ishin mësuar
që në hutbë pejgamberi sa më thon 3 herë amin. Mirë po, ja u spjegoj se e pyetën. Se është interesant sa për sqarim. Çdo lëvizje që ka bë pejgamberi alayhis salam e që shokët e tij nuk e kanë pa që e kanë bë përpara, e kanë pyet pse e bën kështu. Pas ka qenë gafil, ka qenë shumë të vëmendshëm ndaj profetit alayhis salam. Këtu është qëllimi, domethënë kanë qenë shumë syhapt. Lëvizjet e pejgamberit alayhis salam kanë qenë shumë të kujdesshëm se çfarë është duke bë pejgamberi alayhis salam. Ka raste tjera që pejgamberi alayhis salam ka pas nevojë mi u spjegu, mi u tregu vetë sjellja e tij, fytyra e tij ka tregu se është e mirë kjo vepër apo jo. E në këtë rast kur e pyetën, pse thoi dërgumi i Allahut, pse the 3 herë sallallahu alaihi wasallam, pse the 3 herë amin, njëra prej këtyre tha, më erdhi tha Xhibrili dhe më tha, qoftë larg mëshirës të Allahut azza wa jall, ai i cili arrin muajin e Ramazanit edhe Allah s'ia fal gjinohat. Edhe sot, edhe në këtë muaj, nëse nuk arrin me na i fal Allahu dhul xhelal gjinohat, me të vërtet mos qofshëm rahmetin e Allahut. Por Zoti shpërblet për këto shpjegime, për këto orientime, për këto inkurajime, lut Zotin që të gjithëve të na bëj dobi këto fjalë dhe sadopak të kurohemi nga gafleti. Zoti shpërblet. Allah i nderoft, Allah i bash mirë. Miq, këto ishin minutat e takimit sot, unë folëm për gafletin, i cili duket sikur është i presëmundjeve më të përhapura dhe më të pavërejtura në mesin ton, por pikërisht ky muaj janë pikërisht këto ditë që na bëjnë ta mbushim ditën tonë me një tjetër dinamik, me agjerim, me namaz, me lexim Kurani dhe me shumë vepra të mira, vepra të cilat janë thelbi dhe qëllimi i ekzistencës së gjithsecilit. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru takofshim.